Nëse e bëjmë një bilancë të asaj se çka kanë fituar sot shqiptarët, çka është realizuar dhe çka nuk është realizuar, flitet shumë se marrëveshja e Ohrit është e gjallë dhe ka nevojë të mirëmbahet dhe të plotësohet me gjëra tjera të cilat nuk janë prezente. A di ti Mehmet kur është nënshkruar marrëveshja e Romës për të krijuar Bashkimin Evropian? 50 vjet përpara. E më shumë. Dhe vazhdon Bashkimi Evropian. Kështu, edhe ajo që krijoi pastaj nga kalimi në komunitet në Bashkimin Evropian, çdo marrëveshje ka nevojë ti ta rinovosh çdo ditë. Çështja e konsensusit tek Bashkimi Evropian e ka bërë gati të pa. Po imagjino çështja e konsensusit është problematike, imagjino kur ky konsensus të ketë nevojën e madhe të përballet edhe me vendet e tjera që do hyjnë në Bashkimin Evropian dhe do jenë të vogla siç janë vendet tona. Është normale, kjo është natyra e demokracisë. Pra në thelb çfarë është demokracia? Nevoja për të bashkëbiseduar, nevoja për të folur, nevoja për të kundërshtuar dhe nevoja për të rënë dakord. Prandaj thash që përveç të drejtave, të cilat janë absolutisht në drejt Zotit, drejtave etnike, fetare, sociale e tjera, janë të drejtat demokratike. Dhe në drejtat demokratike ti nuk matesh me sa përqind popullsisë, sepse të drejtat demokratike, si kundër ju e pat sot, i kanë edhe përfaqësuesit e turqve, edhe përfaqësuesit e romëve, edhe përfaqësuesit e bosnjakëve, edhe përfaqësuesit e serbëve, gjithë kanë drejtat. Sepse tek e fundit Bashkimi Evropian koncepton shtetin e qytetarëve, jo shtetin e njërës palë apo shtetin e tjetrës palë. Dhe tani lufta për të ardhmen është sa më i Zotit do jesh në qeverisje, sa më shumë do prodhosh, çfarë ekonomie do të kesh, sa më shumë shkolla të mira do të kesh, sa më shumë spitale të mira do të kesh. Pra gjithë kjo shkon në këtë lloj retorike. Po tek e fundit të problem kemi edhe në Shqipëri, të problem keni edhe ju në Kosovë, të problem kanë edhe ata në Malzi, po të problem ka edhe Italia, që është vend themelues i Bashkimit Evropian dhe është vend i gëtetë, sepse këto janë problemet e të ardhmes. Pse Gjermania, që është lokomotiva udhëheqëse e Bashkimit Evropian, pak probleme ka me minoritetet që janë krijuar si rrjedhoje e popullsive që kanë zbarkuar në Gjermani këto 30, 40, 50 vitet e ardhshme, patjetër. Po janë probleme të cilat i zgjidh shteti ligjor, funksionimi i demokracisë, ekonomia, gjithë. Sigurisht janë disa vlera universale të njëjta për të gjithë. Mehmet, shmangja e luftës. Po. Është hapi i parë nga cilët ti pastaj do dalësh dhe do shohësh gjithë problematikat e tjera. A ke pyet ndonjëherë veten pse krimi organizuar nuk ka probleme të bashkëpunimit ndëretnik? Përfaqësuesit e krimit organizuar ndjekin lekun dhe interesin dhe nuk i interesojnë gjëra të tjera. Pikërisht po. Sepse jam vetëm pragmatist.